Përshëndetje. Sëmundjet e veshkave nuk janë një problem i kohërave moderne. Ato kanë ekzistuar që në lashtësi. Shumë përpara se të ekzistonin analizat, laboratorët apo mjekësia moderne që ne njohim sot. Për shekuj me radhë, njerëzit përballeshin me simptoma që nuk i kuptonin, ndërsa mjekët përpiqeshin të zbulojnë se çfarë po ndodhte vetëm duke vëzhguar trupin dhe urinën. Kështu fillon historia e diagnostikimit të veshkave. Por cilët ishin mjekët e parë që zbuluan sëmundjen e veshkave? Një nga të parët që përshkroi problemet e veshkave ishte Hipokrati, rreth 400 vite para erës sonë. Ai nuk ishte analiza apo laborator, por vëzhgonte urinën, entjet e trupit dhe dhimbjet. Ai kuptoi se ndryshime në urinë lidhen me sëmundje të brendshme të trupit, përfshirë veshkat. Më vonë, mjeku romak Galeni përshkroi më qartë rolin e veshkave në filtrimin e lëngjeve të trupit. Ai vuri re se kur pacientët kishin probleme me urinimin ose entjen, shkaku mund të ishte tek veshkat. Ishte një hap i madh drejt kuptimit se veshkat janë organ jetik. Në mesjetë, Avicenna Ibn Sina përshkroi sëmundjet e veshkave në librin e tij Kanuni i mjekësisë. Ai analizoi simptomat, dhimbje, ndryshime në urinë, dobësi fizike. Ai ishte ndër të parët që i sistemoi këto si sëmundje të veçanta dhe jo si gjendje të përgjithshme. Në shekullin e 19, mjeku anglez Richard Bright bëri një zbulim revolucionar. Ai lidhi proteinën në urinë me entjen e trupit me dëmtimin e veshkave. Për herë të parë u kuptua qartë në mënyrë shkencore se sëmundjet e veshkave mund të identifikohen dhe studiohen. Madje për shumë vite, sëmundja e veshkave quhej sëmundja Bright. Pra, sëmundjet e veshkave nuk u zbuluan brenda një dite. Ishin sheku i vëzhgimesh nga Hipokrati, te mjekët e mesjetës, e deri tek Richard Bright, që ndihmuan mjekësinë të kuptojnë se veshkat sëmuren dhe se kjo mund të dallohet nga shenjat e trupit. Por si e zbuluan sëmundjen e veshkave në kohët e lashta? Hipokrati nuk e dinte anatominë si sot, por ai ishte i pari që lidhi simptomat me organet. Çfarë vuri re ai? Vëzhgonte urinën e pacientëve çdo ditë, kuptoi se ndryshimi i ngjyrës së urinës tregon sëmundje të brendshme. Urina me shkum ose e turbullt lidhej me probleme serioze. Vuri re entjen e këmbëve dhe fytyrës te disa pacientë. Lidhi mbajtjen e lëngjeve në trup me mosfunksionimin e veshkave. Kuptoi se kur pacienti urinon pak ose as pak, gjendja është e rrezikshme. Pika kryesore e Hipokratit, trupi jep shenja përmes urinës dhe entjes kur veshkat nuk funksionojnë mirë. Galeni e zhvilloi më tej mendimin e Hipokratit duke u fokusuar te funksioni i organeve. Çfarë zbuloi ai? Studioi anatominë e trupit, kryesisht tek kafshët. Kuptoi që veshkat janë të lidhura drejt për drejt me urinën. Përshkroi se gjaku kalon nëpër veshka. Veshkat ndihmojnë në nxjerrjen e lëngjeve të tepërta. Vuri re se dhimbja në pjesën e poshtme të shpinës lidhet me veshkat. Problemet në urinë nuk janë vetëm në fshikës, por edhe veshka. Pika kryesore e Galenit ishte: veshkat janë organe që filtrojnë lëngjet
dhe ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e trupit. Avicenna bëri një hap shumë më të organizuar. Ai filloi t'i klasifikoi sëmundjet, çfarë vuri re ai, përshkroi dhimbjet në zonën e veshkave si simptom specifike, dalloi gurët në veshka, infeksionet urinare, dobësinë e funksionit të veshkave, studioi urinën në detaje, ngjyrën, erën, sentimentin, lidhi lodhjen dhe dobësinë fizike me problemet e veshkave. Pika kryesore e Avicennës: sëmundjet e veshkave mund të dallohen si diagnoza të veçanta dhe jo vetëm si simptoma të përgjithshme. Ky është momenti kur historia bëhet shkencë. Por çfarë bëri Bright? Studioi pacientë me entje të trupit, edema, analizoi urinën e tyre në mënyrë më të avancuar, zbuloi praninë e proteinës në urinë, lidhjet me dëmtimet e veshkave, krahasoi simptomat gjatë jetës, gjendjen e veshkave edhe pas vdekjes, autopsi. Provoi shkencërisht se veshkat e dëmtuara shkaktojnë sëmundje sistematike. Pika kryesore e Bright: për herë të parë u provua shkencërisht që dëmtimi i veshkave mund të diagnostikohet dhe studiohet. Që nga Hipokrati që vëzhgonte urinën, te Galeni që kuptoi rolin e veshkave, te Avrika që i klasifikoi sëmundjet dhe në fund tek Richard Bright që i provoi shkencërisht. Mjekësia filloi gradualisht të kuptojë se veshkat mund të sëmuren dhe se trupi i jep shenja të qarta për këtë. Fal këtyre hapave të parë, mjekësia filloi të ndryshojë, nga thjesht vëzhgim, kaloi te matja dhe analizimi. Këtu lindën analiza laboratorike, testet e urinës dhe të gjakut, që sot janë baza kryesore për diagnostikimin e sëmundjeve të veshkave. Këtu fillon epoka moderne, momenti kur mjekët nuk shikonin më vetëm simptomat, por filluan të matnin realisht funksionin e veshkave. Në shekullin e 19 lindën laboratorët. Me zhvillimin e mikroskopit dhe kimisë laboratorike, filluan të hapen laboratorë spitalor. U bë e mundur matja e proteinës në urinë, u krijua metoda e parë për matjen e përqendrimit të substancave në gjak. Këtu diagnostikimi kaloi nga vëzhgim klinik në matje shkencore. Analizat e para lindën kur mjekësia u bashkua me kimin. Urina nuk u pa më vetëm me sy, por u analizua në laborator. Zbulimi i urinës dhe kreatininës ndryshoi gjithçka, sepse për herë të parë mjekët mund të masnin realisht funksionin e veshkave. Dhe pikërisht këtu filloi mjekësia moderne e veshkave. Aty ku diagnostikimi nuk ishte më hamendësim, por shkencë. Këto ishin hapat e parë të njerëzimit për të kuptuar veshkat. Nga vëzhgimi i thjeshtë i urinës deri tek lindja e analizave që sot na shpëtojnë jetën. Shkenca vazhdoi të evolojë edhe më tej. Lindi dializa dhe më vonë transplanti, duke hapur një epokë të re për pacientët me sëmundje të veshkave. Këto janë tema që dua t'i shqyrtojmë bashkë në videot e ardhshme. Këtë rrugëtim dua ta vazhdojmë bashkë, me dije, me përvojë dhe me histori reale që ja vlen të dëgjohen. Faleminderit që më ndiqni dhe jeni pjesë e këtij komuniteti. Nëse doni të kuptoni më shumë për dializën, transplantin dhe jetën me sëmundje të veshkave, bëni like, lini koment dhe bëni subscribe nëse jeni për herë të parë në këtë kanal, që të mos ju humbisni videot e radhës. Mirupafshim!